Këtë lule s'ka familje shqiptare që nuk e kanë në shtëpi. Ajo i shëron të gjitha sëmundjet. Nëse keni lëkurë tepër të thatë për shkak të doftohtit, sërish mëllaga mund të lehtësojë shenjat, sepse prej saj përfitohet edhe një pije me 1000 virtyte. Ajo që preferojnë që të pini çajin bimor me siguri do të ketë hasur shpesh mëllagën si një nga përbërësit më të suksesshëm kundër shenjave të bronkitit dhe të ftohures, por edhe si pije nxehtë efektive. Kjo lule në dukje e parëndësishme, kur krahasohet me shafranin e indis dhe xhenxhefilin, ka të njëjtin super rol kundër përfitimeve që mund të sjellin ato. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të sjellë mëllaga? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mëllaga ka efekte antiinflamatore, qetësuese, zbutëse, ekskretorante në saj të përbërësve dhe substancave të saj, siç janë kalciumi, kaliumi, vitamina A, B1, C, tanine e të tjera. Kjo lule është e njohur kryesisht për trajtimin e problemeve të rrugëve të frymëmarrjes si kolla, sekrecionet, skuqjet e bajameve dhe të lirojë undët ose të hap gjithashtu edhe bronket. Lule mëllaga dhe barbaroza janë gjithashtu bimet të cilat duhet i keni në shtëpinë tuaj. Në përgjithësi ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës, edhe për ato të sistemit të tretjes, gojës, ezofagut, stomakut dhe zorrve, përveç fytit dhe zgavrës së gojës. Çaji me mëllag është një produkt i suksesshëm kundër gastritit dhe ezofagut dhe veçanërisht në procesin e tretjes. Çaji i mëllagës mund të gjendet shpesh i pranishëm në çajin e mbrëmjes mes superfuqive të mëllagës që mund të ofrojë virtytet e saj qetësuese, relaksuese, sidomos edhe te problemet urinare të femrave të cilat janë gjithashtu edhe shumë të bezdisshme. Mëllaga është bime e cila në mjekësinë popullore përdoret nga lashtësia. Kryesisht rritet deri në 80 cm lartësi me fletën në formë të urmullakët në zemër ose në veshka. Kolla, bronkiti, dhimbjet e fytit, por edhe stomaku mund të lehtësohen me mëllag, citon WebMed. Nëse keni lëkurë tepër të thatë për shkak të ftohtit, sërish mëllaga mund të lehtësojë shenjat, sepse prej saj përfitohen edhe një pije mjaft e mirë lehtësuese. Ato që preferojnë të pinë çajin bimor me siguri do të kenë hasur shpesh edhe përdorimin e mëllagës. Çaji i mëllagës është një produkt i zakonshëm i cili mund të arrihet të realizohet edhe duke marrë pjesë e bimëve në farmacitë bimore për të arritur të realizohet një pije mjaft e mirë e cila në kombinim me receta të ndryshme mund të ofrojë lehtësimet tuaja. Një nga produktet më të mrekullueshme që ofron natyra është padyshim mëllaga që rritet në çdo cep të vendit tonë. Ne duam ta pranojmë mëllaga nuk është mjaft e vlerësuar në vendin tonë. Ajo është pjesë e familjes botanike që përfshin edhe bamjen dhe trëndafilin e egër. Të gjithë këto produkte, krahas të tjera vlerave, japin organizmit edhe përfitime të mrekullueshme. Në vendet perëndimore, mëllaga ka një famë falë vlerave medicinale, por ajo jo aq të përdorura në kuzhinë. E vërteta është që mëllaga është një recetë fantastike për çlirimin e sistemit respirator, tretës dhe për të frenuar çdo lloj bllokimi të mundshëm. Njerëzit që vuajnë nga astma dhe bronkiti mund të përdorin mëllagën, e cila ka efekte pastruese për mushkrit dhe për fytin. Të njëjtin funksion mëllaga luan edhe për zorrën, duke shërbyer edhe si laksativ. Mëllaga është shumë e mirë për të pastruar trupin nga brenda dhe nga jashtë. Në përdorimet e saj në lëkurë, mëllaga e bën atë më të butë dhe gjithashtu lehtëson irritimet. Në vendin tonë mëllaga njihet si një bimë medicinale e egër, por kohët e fundit ka filluar edhe të kultivohet. Shtrihet në zonat bregdetare deri në ato të zonave malore. Njihet me varietetet si mëllaga e bardhë, mëllaga e pyjeve, mëllaga e zakonshme dhe mëllaga e zezë. Lulëzimi fillon gjatë gjithë stinës së verës deri në fillim të vjeshtës. Mëllaga nuk ka kërkesa të veçanta, ndaj mund të mbillet edhe në vazo edhe në periullat e rekomanduara të mbahet brenda. Në vendin tonë, froni i mëllagës qëndron në kuzhinë. Shpesh trajtohet si spinaqe dhe shpesh vlerësohet më së miri se ai. Gjethet e mëllagës edhe mund të hahen të gjalla në disa raste. Vetë mëllaga shijon më shumë kur gatuhet. Ndonse ka një fazë rezistencë ndaj ujit, e mira është që të zihet pak në ujë dhe t'jepet koha e nevojshme për të çliruar aromën e saj karakteristike.
Gjethet e vogla mund të kaurdisen në pak qep ose mund të shtohen në omlet. Gjethet e mëdha ofrojnë më shumë përfitime kur gatuan ngadalë. Gjethet e mëdha të mëllagës mund t'i mbushni duke krijuar një vag të shishëm, por gatimi i tyre do të sprovojë durimin tuaj. Për mbushjen e këtyre gjetheve mund të përdorni të njëjtën taktikë si në rastin e japrakëve ose dollmave, pra mish ose oriz, por sfida e vërtet qëndron te gjethet. Mbështjellja e tyre prej mishi ose orizi kërkon shumë kujdes. Gratë, sidomos në ato në zonat rurale, janë shumë të zonja në gjethet e bimëve me barishtet e egra që i bëjnë mirë edhe shëndetit. Ato janë të bekuara gjithashtu edhe për të ofruar shumë vlera për organizmin. Mëllaga është e vetmja bimë mjekësore që nuk je pas një efekt anësor, pavarësisht nga sasia e rekomanduar, citon WebMed. Çaji i gjetheve të mëllagës është një pastrues i fortë. Përgatitet duke zgjerë për 20 minuta në 1 litër ujë 3 lugë të gjetheve të thermuara të mëllagës. Këshillohet 1 filxhan 3 herë në ditë e është më mirë të ëmbëlsohet edhe me pak mjalë. Mëllaga kërkon shumë më kohë për të gatuar më shumë se barishtet dhe bimët e tjera. Kërcenjtë e saj nuk duhet i gatuani ndaj përqendrohuni vetëm te gjethet. Zgjidhni një qep mesatare dhe prijeni në copa të vogla, kaurdiseni me vaj ulliri ekstra të virgjër, shtoni fara të shtypura koriander. Pasi t'jenë në shkrirë së bashku, shtoni 2 ose 3 thelpi hudhër të grira holl. Shtoni gjethet e mëllagës, 3 deri në 4 lugë bulgur, 4 deri në 5 domate të thara të grira holl. I përzieni mirë masën dhe shtoni ujë derisa të mbulohen gjethet. Shtoni gjysmë lugë krip dhe mbuloni tenxherën me kapak. E lini masën të ziejë derisa lëngu të jetë tretur krejtësisht. Domatet e thara përbëjnë një shije konstante të mëllagës, ndërsa edhe bullguri sjell ekuilibrin e duhur në shije, dhe kështu mund ta shijoni atë edhe në përdorime të ndryshme. Mëllaga e egër është një bimë një vjeçare e cila mund të ofrojë shumë përfitime. Lulet dhe gjethet e kësaj bime përdoren për qëllime mjekësore, për vajra esencial, yndyrna, kremra dhe të ngjashmet e saj. Gjethet zakonisht përdoren për prodhimin e çajit ose mund të aplikohen në lëkurë në formën e fashave. Mëllaga e egër përmban vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, fibra, kalcium, magnez, selen, gjithashtu zink dhe kalium. Përdoret për të trajtuar probleme të ndryshme inflamatore, sidomos ato të traktit tretjes, urinare dhe të frymëmarrjes. Sipas WebMed do të rendisim disa nga përfitimet mbërslënse që do të merrni nga kjo bimë. Ajo mund të reduktojë dhimbjet. Gjethet janë të pasura me vitamina dhe kanë efekte analgjetike duke zvogëluar dhimbjet dhe shqetësimet. Prandaj përdoret edhe mëllaga kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu ajo mund të përdoret edhe për mbrojtjen e sistemit imunitar. Mëllaga e egër mbron dhe përmirëson funksionet e sistemit imunitar. Në këtë mënyrë ajo ndihmon në parandalimin e infeksioneve bakteriale. Gjithashtu mëllaga është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Lulet e mëllagës së egër përmbajnë gjithashtu mucialagje. Ekstrakti i luleve të mëllagës së egër ka efekte lokale që mund të lehtësojnë mukozën e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Mëllaga mund të formojë një shtresë të hollë mbrojtëse mekanike, të zvogëlojë gjithashtu edhe refluksin e kollës. Në këtë mënyrë ato qetësojnë kollën e thatë dhe irritimin. Çaji nga mëllaga e egër përdoret kundër kollës, bronkitit, gripit e të tjera. Ndaj përdorimet e saj mund të sjellin lehtësime të mira. Ato janë të mira edhe kundër efekteve të plakjes. Mëllaga e egër ka efekte të dobishme të dëshmuara për lëkurën. Në formën e kremrave ose gjelrave përdoren për kujdes, rinovim ose mbrojtje të lëkurës, sidomos edhe në pamjen e saj. Ajo përdoret edhe për probleme të traktit digjesiv. Mëllaga e egër përdoret gjithashtu për ngërçet e zorëve dhe të stomakut, pezmatimin e traktit digjesiv. Çaji me gjethet e mëllagës dhe farat e saj mund të përdoren edhe si laksativ të butë për sistemin tuaj tretësdatë imunitar. Përdoreni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti dhe asnjëherë ashtu siç është. Vetëm kështu do të evitoni problemet dhe do të rrisni vlerat e shëndetit tuaj, citon Healthyside. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.